Antimafia italiane goditi një prej organizatave mafioze shqiptare të trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës, ku parat përfundonin në Shqipëri. Janë të paktën 30 raste të transportit të parave me autobus drejt Shqipërisë, ku më pas to para pastroheshin. Drejtësia italiane ka arritur të identifikojë dhe kompanit ku Elvis Doçi, i njohur si Visi Pojës, pastronte parat nga aktiviteti i trafikut të kokainës. E këto informacione ju përcollën edhe SPAK për të kryer më pas hetimet që i takonin palës shqiptare për sekuestrimin e këtyre aseteve kriminale. Në një prej episodeve të zbardhura në dosjen italiane, thuhet se nga verifikimet e skuadrës së përbashkët të investigimit SPAK Antimafia kanë verifikuar me autoritetet gjyqësore shqiptare në kuadër të hetimeve të pasurisë së familjes Troplini në periudhat 30 janar 2020-14 shkurt 2020 se Elvis Doçit i është sekuestruar automjeti i blinduar Audi A8 që ishte në pronësi të kompanisë Eldemar Construction. Në dosjen italiane të shpërndar për media, Antimafia evidentonte me emra personat e arrestuar dhe kompanit ku pastroheshin parat, ndërsa e njëjta gjë nuk ndodhi nga pala shqiptare. Sa i përket hetimeve të kryera nga SPAK, ky institucion shpërndau një njoftim për mediat me mungesë të theksuar transparence, ku nuk jepeshin as emrat e personave të arrestuar apo në kërkim, apo as emrat e kompanive që u sekuestruan. Syri televizion arriti të sigurojnë në mënyrë konfidenciale emrat e kompanive të sekuestruara, ku rezultojnë Shoqëria Markeze Ervin Zeqirit, Felix Vinum e Adi Çobës, Majestic Construction e Eugene Drazhit, Portside Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës, Dubai në Enexmedin Danajt, Vlora Cable, po ashtu Enexmedin Danajt, si dhe një kompani tregtare për shitblerje makinash në pronësi të Olgerd Shevit. Por nga një investigim i kryer mëtej nga gazetarët e Syri Televizion, rezulton se SPAK ka hezituar të sekuestrojë të gjitha kompanit e regjistruara në emër të Elvis Doçit. E një ndër to është dhe Eldemar Construction, për llogaritë së cilës ishte regjistruar dhe automjeti Audi A8 i blinduar i sekuestruar gjatë hetimeve të mëparshme për familjen Troplini. Kjo kompani, e themeluar në vitin 2010, rezulton një prej kompanive kryesore të Elvis Doçit, alias Visi Pojës, që ka përfituar jo vetëm fonde publike, kryesisht nga fondet e rindërtimit, por ka marrë dhe leje ndërtimi drejt për së drejti me firmë të Edi Ramës në shkurt të vitit 2024, dhe kjo kompani është amnistuar nga SPAK. Por çfarë ka ndodhur me këtë kompani të amnistuar nga SPAK dhe lejen e ndërtimit për hotel me 10 kate pranë shkëmbit të Kavajës? Sipas dokumentit të bërë publik në QKB, në korrik të vitit 2024, themelohet kompania Rock of Kavaja me objekt aktiviteti hoteleri turizëm me aksioner të vetëm Eldemar të Visit të Pojës. Pas themelimit, në nëntor të vitit 2024, Visi Pojës shet 60% të aksioneve kompanisë CFO Pharma. 3 ditë më pas, kompania me një akt të jashtëligjshëm rrit kapitalin nga 100.000 lek në 225 milion lek, ose 2.3 milion euro. Në 12 nëntor, Asambleja e Ortakëve vendos që të miratoj rritjen e kapitalit në natyrë, pra me vlerën e tokës ku do të ndërtohet hoteli, ku kompania CFO Pharma do të kryej investimin në 100% të vlerës, kurse Visi Pojës do të përfitojë 40% pasi kontribon vetëm me tokën. Kujtojmë që vetëm pak kohë pas këtij angazhimi në mars të 2025-s, breshëria automatiku u qelluan mbi kompaninë farmaceutike që tashmë ju futet e sektorit të ndërtimit dhe hotelerisë. Po sipas këtij vendimi, kompania Visi të Pojës ka lidhur kontratë bashkëpunimi me brandin ndërkombëtar Accor Pullman. Rezulton se Eldemar Construction e ka marrë tokën në datën 26 janar të vitit 2024 pa raporte të qarta financiare nga shtetasi Luan Casa, ku në marrëveshjet e shitblerjes theksohet kontrat me rezervë, çka ngre dyshimet se pagesa 2.3 milion euro nuk është kryer. Brenda 2 muajve nga marrja e tokës, Edi Rama i firmos Visi të Pojës lejen e ndërtimit për hotelin 10 katësh në Buzë të Detit. Pra e thënë më thjesht, Visi Pojës ka vetëm iden, merr tokën pa lek, Edi Rama i firmos lejen e ndërtimit dhe në lojë hyn CFO Pharma që garanton qarkullimin e parave. Për të mbuluar të gjithë operacionin, futet në lojë një brand ndërkombëtar. I gjithë ky operacion financiar, miliona euro, e me firma të dyshimta të kryeministrit Edi Rama, çuditërisht nuk shihet nga SPAK, e këto kompani nuk vihen në sekuestro.